Në çdo gur, në çdo val deti dhe në çdo aromë të ajrit të pastër që fryn mbi ulqin, fshihet një histori, një kujtim, një pasuri që nuk duhet harruar. Ulqini nuk është vetëm një vend, por një ndjenjë, një trashëgimi natyrore dhe kulturore që na thret ta ruajmë me dashuri dhe përgjegjësi. Në një kohë kur ritmi i ndërtimeve shpesh sfidon harmoninë me natyrën, ka zëra që ngrihen për të mbrojtur atë që është çmuar dhe pa zëvendësueshme. Një nga zërat është Zenepe Lika, arkitekte, aktiviste dhe mbi të gjitha, një zë i ndërgjegjes qytetare për ulqinin e bukur. Gjendja sa i përket situatës urbane e qytetit nuk është e mirë, nuk është në gjendje të mirë. Sa i përket pasurive natyrore në komunën e jonë, ajo ishte mrekullueshme. Unë thash gjithmonë ulqini miniature e Malit Zi, sepse i kemi të gjithë, e kena bjeshkën, e kena detin, e kena lumin, e kena liçenin, e kena ullishten 1000 vjeçare, i kena hapësira dhe peizazhe të jashtëzakontë dhe ato duhen mbrojtur. Dhe kur flasim për mbrojtje, nuk mendojmë që nuk ka nevojë për zhvillim. Normal, se ajo ishte edhe mbrojtja kërkon një sakrificë, kërkon një përkushtim, kërkon një si thohet, një mirëmbajtje. Ashtu që situata në komunën e Ulqinit sa i përket qendrës nuk mendoj se ishte e mirë, por sa i përket rrethanave, ajo ishte ende në një statut jashtëzakonisht të bukur dhe bajagi i të mbërmbajtur, ashtu që ka pozitivitet dhe ka negativitet. Cilat janë ato zona më të, mund të them, pa mbrojtura ndoshta nga ana dhe njeriut, apo edhe ndoshta ato që duhet punuar më shumë në to? Po pikë parit, jemi qytet turistik, por ajo ta lëm pak, si thohet, mas. Pikëparit jemi qytet i lashtë, i cili ka një trashëgimi të jashtëzakontë dhe shumë të rëndësishme, dhe unë mendoj se hapësirat publike në zonat urbane duhen të mirëmbahen në një mënyrë më të mirë. Do të thotë, ne jemi një qytet i cili nuk ka një park të mirëfillt. Parqet janë shumë të rëndësishme, sepse janë hapësira ku gërshëtohen idejat, ku ka një interaktim ndërmjet njerëzve, domethënë janë hapësira sociologa, thotë ashtu. Aty ka shumë nevojë mirëmbajtja e zonave publike. Ju e dini vetë, për shembull, në pyllin e Pishave, përveç që i kena ato plazhat të cilat në fakt është edhe ajo duhet, si thohet, për mirëmbajtje, por duhet edhe ta shikojmë që ato zona janë publike, por janë edhe të mbyllura, por ato zona të cilat nuk janë, si thohet, plazha, por janë shëtitore ose janë pyja, ato duhen të mirëmbahen në një mënyrë të mirëfillt, sepse qytetarët kanë nevojë për ato zona. Qytetarët kanë nevojë për një shëtitje në natyrë. Qytetarët kanë nevojë për një hapësirë ku janë vetëm me natyrën dhe me elementet e natyrës. Ashtu që absolutisht mungon mirëmbajtja e mirëfillt. Mungon edhe zgjerimi i këtyre zonave, sepse nuk mjafton të dish se ke zona natyrale për rreth qytetit, por në qytet vetë kemi nevojë për këto zona, të cilat janë zonat shumë të rëndësishme për qytetarët. Ashtu që mirëmbajtja e këtyre zonave është e rëndësishme. Kemi plazhin e Mall, i cili ishte Key Biodiversity Area, domethënë ishte hapësirë kyçe në të nivelit botëror me habitate të rëndësishme të Natura 2000, ku, si thohet, intervenimi antropogen është të jetë negativ, domethënë duhet një rishikim i tanë këtyre punëve dhe duhet të shikojmë që shfrytëzimi ekonomik i hapësirave natyrore nuk guxojnë të shkojnë në dëm të natyrës, por duhemi pak më shumë kujdes dhe
për arsye se mendoj se edhe gjeneratat e ardhme kanë nevojë për këto hapësira dhe të dinë që çfarë ka ofruar dikur Ulqini. Kriporja e Ulqinit nuk mirëmbahet në mënyrë e cilën ajo e kërkon, sepse ajo kërkon një menaxhment serioz dhe të mirëfillt, ashtu që në hyrje keni të vetë si është gjendja dhe a e dim çfarë kemi. Edhe unë mendoj se nuk e kemi kuptuar ende sa e rëndësishme ish Kriporja e Ulqinit dhe nuk jemi të vëdijshëm çfarë hapësire kemi. Unë dua ta përsëris një gjë. Kriporja e Ulqinit është njëra ndaj kriporave më të mëdhaja në Mediteran. Do të thënë, është në 10 kripore të Mediteranit të rëndësishme. Është vend kryesor i zogjve shtektar të cilët vinë nga Afrika dhe shkojnë për Sibiri dhe vice versa. Është një zonë industriale dhe ka një vlerë të jashtëzakonshme të trashëgimisë industriale dhe kulturore. Unë mendoj se krejt ajo hapësirë ku është gëshëtuar puna e njeriut me natyrë, ajo duhet të vlerësohet më shumë. Nuk mund të presim që Kriporja e Ulqinit të jetë sërish një gigant i cili ka qenë. Duhet ne ta kuptojmë se ka qenë një kohë të ndryshme, ka qenë komunizmi, nuk ka qenë, janë punësuar më shumë se ndoshta dhe ka pas nevojë, pa marrë parasysh nëse dojmë që Kriporja e Ulqinit një ditë të prodhoj krip, duhet një menaxhment serioz, i mirëfillt, shumë i planifikuar, me vizion dhe andaj do të djalin. Por unë mendoj se sinqerisht edhe pa gjithë këto, vetëm një shëtitje në për kripore dhe të shikoni krejt atë hapësirë të cilin njeriu e ka kriju në fakt, është e mrekullueshme edhe është për mua një zonë e cila është e veçantë, sinqerisht e veçantë. Cili është komenti juaj për dunat e plazhës së madhe? Po jemi kyç tash 2 vjet, në bile kena pas edhe një projekt i cili është përkushtuar mbrojtjes së dunave. Dunat ranore në plazhin e madh janë në presion, domethënë në presion për arsye se zhvillimi i ofertave turistike nuk shkojnë, nuk janë të qëndrueshme në atë mënyrë si duhet me qenë. Do të thotë, i kemi dinat ranore të veçanta, kemi bimë të veçanta, dinat ranore mbrojnë prapavin e plazhave, situata është, si më thanë, në disa pjesë është e mirë, por në shumë pjesë janë duke devastuar dinat ranore, ashtu që mendoj se Komuna e Ulqinit e ka në dorë ta shpallë sërish edhe pse është plazhi i madh është i mbrojtur, por duhet të thohet ta shpallim sërish plazhin e madh të mbrojtur. Dokumentet dhe studia është e përgatitur, ashtu që tani është Komuna e Ulqinit ajo e cila vendos a do ta mbrojmë plazhin e madh dhe do ta ketë, si thohet, si me thanë, do të jetë monument natyror siç quhet qysh me 1968, por me një nivel më të lartë dhe me një zonë më të gjerë të mbrojtur, sepse kemi nevojë për dinat ranore, sepse ajo është hapësirë ku përmi 12 habitate Natura 2000 janë gjenden dhe është diçka, siç e kam thënë edhe në fillim, është hapësirë kyçe e biodiversitetit në nivelit global. Le të ndalemi pak edhe tek lumi Buna. Si është ajo pjesë atje nga ana ekologjike?
Po ju po ndaleni në për zona të cilat unë mendoj se ishte mënyra si është zhvilluar krejt kjo pjesë nuk i shkon në favor mbrojtjes dhe nuk i shkon në favor ruajtjes të autentikës. Unë e quaj, për shembull, Bunën, e quaj Amazonas e Ballkanit, sepse është e veçantë dhe mendoj se aty është situata njësoj si gjithku serioz dhe si më thanë ishte brengos, sepse është ndërtuar shumë ngushtë dhe është duke zhvilluar një urbanizëm i cili vetëm bën dëm dhe presion asaj zone. Na sot e kishim një ligjërues i cili na tregoi se për shembull në lumin Buna apo në ishullin Ada janë gjetur disa lloje drujve, lisave autohton, të cilat kanë mumbrojt, ashtu që uçini është specifik, uçini është jashtëzakonisht i mrekullueshëm si në aspektin kulturor ashtu edhe në aspektin natyror dhe duhet të marren, si thohet, dhe duhet një zhvillim i sinqert dhe i qëndrueshëm. Kemi nevojë për kuptim të ekosistemit dhe unë kam frikë që shumica nuk e kuptojnë ekosistemin në mënyrë të duhur. Tashmë këto pjesët e bukra të dunave, të rërave, i folëm pak a shumë, por le të ndalemi pak edhe tek ullishta Ulqinit. Si e shihni këtë ullishtën këtë periudhë? Po, unë si mirë thanë, unë jam e dashuruar në Ulqin, ashtu që për mu gjithçka në Ulqin është e bukur, por ka dhe aspekte jashtëzakonik të cilat më mregosin, trishtojnë dhe mendoj se në ullishtjen kemi ende mundësi ta mbrojmë. Megjithse ajo është e mbrojtur tash për 1 vjet, por e shpjegoj kështu, ullishte e Ulqinit është një zonë spektakulare, e cila është shumë e moshme përmi 2000 vite, është një zonë, është një peizazh terasor me kilometra muri të gurit të thatë dhe kaldërmes, me qesmat mrekullueshme, të cilit dikush para arsit ton i kanë vendosur aty pikërisht në pjesat për të ndihmuar komunitetit dhe për mua ullishte e Ulqinit me gjinin e Valldonosit dhe domethënë Kreta dhe Bashkëbullyku është shpresoj së shpejti kandidat për UNESCO liste. Çfarë duhet të bëjnë qytetarët e Ulqinit për t'i ruajtur këto pasuri natyrore që ne kemi nga ana ekologjike? Pikëpari duhemi të gjithë të jemi të vetëdijshëm që në cilin në ku jetojmë edhe në çfarë mrekullie, hapësirë mrekullueshme jetojmë. Së dyti, duhena të jemi më të sinqert edhe të mirëmbajmë më mirë zonat tona, domethënë nuk po flas vetëm për natyrën, po flas edhe për zonat urbane, të cilët i përkasin të gjithë neve dhe mendoj se qytetarët e Ulqinit e din vlerën, por bajnë shumë pak për ta ruajtur këto hapësira të rëndësishme. Ndoshta për dikën nuk ju pëlqen që po them, por unë mendoj që nëse e duam qytetin atë nuk mjafton ta këndojmë, por duhet ta treguar në terren dhe ajo është e cila aty shifet dashuria ndaj qytetit dhe respekti ndaj lashtësisë të kësaj zone ku në fakt civilizimi i kësaj zone ka filluar.